Mirëdita vëllezër e motra. Sesionin e pasdites do ta fillojmë duke parë një tjetër video muzikore. Kjo video thekson sa fuqi ka besimi në jetën tonë. Kënaquni ndërsa e shihni.
Kënga hapse shpreh gëzimin që ndjejmë ndërsa adhurojmë Jehovajin. Le të këndojmë këngën 24 me titull Eja ngjitu në malin e Jehovajit. Pra kënga numër 24. Besimi i vërtet tregohet me vepra, dhe këtë gjë po e bëjnë vëllezër e motra përreth botës. Ju lutem, ndiqni këtë video ku tregohet se si vëllezër e motra nga 6 kontinente të ndryshme po e shfaqin besimin e tyre me vepra. Nëpërmjet besimit, ata mposhtën mbretër, vu në vend drejtësinë, morën premtime, u mbyllën gojën luanëve, shuan forcën e zjarit, i shpëtuan tehu të shpatës, nga të dobët u bën të fuqishëm, u bën trima në luftë dhe shpartalluan ushtrit pushtuese. Besimi te Jehovai ka ndihmuar njerëz të zakonshëm të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Edhe sot mund ta kemi këtë lloj besimi që na jep forcën e nevojshme t'i bëjmë ballë çdo vështirësie. Prandaj, le të udhëtojmë përreth botës e të takojmë disa që janë mbështetur plotësisht tek Jehovai e të shohim si ka ndihmuar kjo të përballojnë sprova unike. Ndërsa vizitojmë secilin vend, do të shijojmë histori besimi të treguara si nga individët e përfshirë edhe nga miqtë e tyre të ngushtë. Le të nisemi për në destinacionin e parë. Afrika e Jugut është një vend i larmishëm dhe plot kontraste. Qytetet e mëdha moderne ndërthuren me zona më të varfra e të izoluara. Për një vullnetar që ndërton salla mbretërie, kjo paraqet mundësi të shkëlqyera, por gjithashtu sfida unike që kërkojnë besim te Jehovai.
Një shembull për këtë është mikja jon Nemfla. Bashkë me gruan e çmojmë besimin që ajo shfaqi, duke treguar një frymëgadishmërie dhe gëzimin në caktim. Nga familja vetëm unë jam dëshmitare e Jehovait. Mami e ka pasur gjithmonë ëndër që kur të rritesha, të bëja shkollën e lartë dhe pastaj të gjeja një punë me rrok të mirë. Kongregacioni im po ndërtonte një sallë mbretërie. Prandaj disa herë shkoja dhe i ndihmoja. Doja edhe unë të provoja gëzimin që kishin ata vëllezër, ndërsa ndërtonin salla mbretërie. Mami u mërzit kur mori vesh se do shkoja të ndihmoja me ndërtimin e sallave të mbretërisë. Mendonte se po e çoja kohën dëm. Kur mbërrita në kantier, mu desh ta filloja çdo gjë nga aja. Nuk kisha ndonjë aftësi dhe as isha marrë me këto punë më përpara. Nuk është e lehtë. Disa herë ndihem e lodhur, e sfilitur mendërisht, e madje edhe fizikisht. Ndonjëherë kam të vështirë edhe të lexoj Biblën. Dua vetëm të bëj një dush dhe të fle gjumë. Nemfla e kishte të nevojshme të gjente ekuilibrin, sepse misia e saj me Jehovain ishte më e rëndësishme se puna në kantier. Kuptova se duhet të isha vërtet e vendosur të mos e lija më pas dore studimin dhe shërbimin. Kishte ardhur koha për ca ndryshime. I vura qëllim vetes që para se të nisja punën, të lexoja Biblën edhe të meditoja. Gjithashtu, bëra çmos që të dilja rregullisht në shërbim. Lutja më ndihmoi jashtë mase, sepse është mënyra më e mirë si mund t'i shpreh Jehovait çfarë më shqetëson. E kam ndier vërtet mbështetjen e dashur të Jehovait. Tani ajo është goxha më ekuilibruar. Kur më merr mami, më pyet: "Nemthla, si po shkon projekti?" Pastaj më thot: "Po je ti e lumtur, edhe unë jam e lumtur." Në fillim kisha merakjet e mia, por besimi më dha sigurinë se Perëndia Jehova do të jetë gjithmonë aty për të më mbështetur në gjithçka që bëj. Kanadaja është një vend i larmishëm për shkak të peizazheve dhe emigracionit. Këtu kanë ardhur shumë njerëz që flasin gjuhë të ndryshme. Që t'u flasin të tjerëve për Biblën, mjaft vëllezër po mësojnë një gjuhë të re, si miku im, Shakilli. Kur Shakillin e ftua në Bethel, edhe unë kisha privilegjin të shërbeja në degën e Kanadas në atë kohë. Ishte fantastike të shije këtë të ri me gjithë ato synime të bukura dhe se si Jehovai hapi dyert një e nga një. Kur ishte mi vogël, ai kishte bërë një premtim Jehovait. Doja shumë të ndihmoja ata që nuk ishte kusht t'i ndihmonte. Jehovai pa të mirën tek unë dhe më stërviti me durim dhe pash këtë të çdo vëlla e motër që më ndihmoi me gjithë shpirt. Kur mediton për cilësitë e Jehovait, do që ta imitosh, ashtu si Jehovai, edhe unë doja të bëja mirë të gjithëve. Dhe një mundësi e shkëlqyer do të ishte të mësoja një gjuhë të re. Mësova gjuhën punjabe dhe se jam bërë pishman. Më ndryshoi krejt pikpamjen për shërbimin. Kur isha në Bethel, pata një periudhë që isha goxha samur. Dhe më e keqja ishte që nuk e dija çfarë kisha, apo nga më vinte. Asnjë mjek nuk po e gjente dot shkakun. Dukesha shumë keq. Ishte si një torturë që vazhdonte ditë pas dite. Kush e di sa herë nuk doja të takoja njeri. Me që isha në një kongregacion të gjuhës së huaj, e dija se duhet të inkurajoja të tjerët, por po kaloja një periudhë kaq të vështirë sa s'poja dilja dot. Mendoj se të gjithë miqtë e tij e admironin besimin që ai tregoi për të kapërcyer atë vështirësi. Edhe pse arriti në një pikë ku s'mbante më, ai u kap fort pas Jehovait. I thash vetes,
Përderisa Jehovaj të kam mbështetur deri tani, a nuk do vazhdoj të ndihmoj edhe më tej? Nuk arrinte të flinte dhe e kishte të pamundur të vazhdonte në Bethel. Dola nga Betheli, megjithatë çdo ditë po bëhesha më keq. Madje deri aty sa mjekët kishin merak se ndonjë nga organet nuk do funksiononte më. Në të njëjtën kohë nuk më dhan asnjë zgjidhje. Nuk dija çfarë të bëja. Ai vazhdoi të përparonte, megjithëse kaloi momente shumë të vështira. Duhet të isha realist me situatën time të re dhe i thash vetes, "Okej, si ti vë interesat e mbretërisë në vend të parë, ndërkohë që punoj për të mbajtur veten dhe me shpresë të zbuloj pse jam sëmur dhe si të kurohem." Shakilli vendosi të vazhdonte në fushën e gjuhës së huaj. Nga Shakilli ka mësuar diçka shumë të bukur. Kur ai lexon Biblën, mendon si ta zbatojë në jetën e tij. E përfytyron veten sikur të ishte personazhi për të cilin po lexon. Mediton për ngjarjen dhe kjo i dha sigurinë se edhe pse nuk e dinte si do të venin gjërat, Jehovaj do t'i gjendej pranë. Çfarë synimi ka më tej, të vazhdoj të mbaj fjalën që i kam dhënë Jehovajit. Sot ai shërben me të shoqen në fushën e gjuhës punjabe. Shakilli është një plak shumë i dashur, e madje ndihmon edhe të tjerët të mësojnë gjuhën punjabe. Në Indonezi, njerëzit punojnë shumë, e varin sigurin të një punë mirë. Ky lloj mendimi mund të ketë goxha ndikim edhe të vëllezërit e motrat dhe mund t'i pengoj të bëjnë më shumë për Jehovajin. Kur takova çiftin Gjatmiko, ata po përpiqeshin të fillonin shërbimin si pionier. Pasi nisën shërbimin, i pyeta, a keni dëshirë të shërbeni më plotësisht Jehovajit? Ajo pyetje më bëri konfuz. Menduam se tashmë po bënim shumë duke shërbyer si pionier. I inkurajova të mendonin për shkollën për ungjillëzuesit e mbretërisë. Nuk e kisha imagjinuar kur të bëja shumin, por më pëlqente ideja. Doja të bëja më shumë për Jehovajin. Por çfarë do të ndodhte pas diplomimit? Ku do të na caktonin? Dhe çfarë caktimi do merrnim? Na duhej më shumë besim. Ndaj, u lutëm fort për këtë çështje. Jehova ju përgjigj lutjeve të mia nëpërmjet vëllezërve dhe motrave në kongregacion. Marda kishte një punë prestigjioze. Madje i kishin ofruar shumë bursa që të shkollohej më tej dhe të bënte karrierë. Vëllezërit dhe motrat nuk e kritikuan kur Mardën për punën që bënte. Përkundrazi, na treguan gëzimin që vjen kur i shërben më plotësisht Jehovajit. Kur ende po mendoja se çfarë do bëja, disa më pyetën nëse kisha synime teokratike dhe cilat ishin ato. Nga ato pyetje, kuptova se doja ta bëja shumin. Ata morën ftesën për të ndjekur shkollën. Ju deshte linin punën, shtëpinë dhe rehatin që u ofronte qyteti ku jetonin. U caktuan në një kongregacion të vogël. Duhet të luteshin edhe më shpesh për drejtimin e Jehovajit. Tani janë duke shërbyer në veprën qarkore. Jemi plotësisht të bindur se nuk është as pak merita jon, por ndihma që na dha Jehovaji. Nëse duam me gjithë shpirt të shërbejmë më plotësisht Jehovajit, ai do të na jap një det me mundësi. Fiji është një vend tepër i bukur. Megjithatë,
Shumica e njerëzve janë të varfër. Në të njëjtën situatë është edhe motër Bakata. Burri ishte punëtor i palodhur. Kur po punonim afër një vendi me mangrova, dëgjova burrin që më thiri me zë të lartë. Vajta menjëherë dhe pash që i kishte rënë i shemi. Tani më ngelën mua të gjitha punët. Punoja tokën, peshkoja, gjithçka u bë më e vështirë. Një ditë, një motër u sëmur. Edhe pse motër Bakata kishte plot halle vet, me shumë kënaqësi shkonte dhe e ndihmonte motrën të pastronte shtëpinë e të lante rrobat. Më kujtohet kur cikloni Keni goditi ishullin Kadahu. U friksova kur pash si u katandis shtëpia. Era e kishte fluturuar kuzhinën që kishim ndërtuar jashtë. Kur mora vesh çfarë u kishte ndodhur vëllezërve, mu këput shpirti. Çatit e shtëpive kishin fluturuar, kurse muret ishin shkatëruar fare. Vetëm mendoni se çfarë bëri motër Bakata. Ajo kishte $20 fixhan dhe këto ishin të vetmet para që kishte. E megjithatë, ajo vendosi që t'ia jepte që të gjitha vëllezërve. Nuk kisha si t'i ndihmoja ndryshe. Jehovaj është Perëndia i dashurisë. Një Gjonit 4:8 thotë se cilësia e tij kryesore është dashuria. Për shkak të kësaj dashurie, i dhurova parat me gjithë zemër. Mësova se megjithse mund të jemi të varfër, sërish mund të tregohemi bujar me vëllezërit dhe motrat. Sa më shumë jap, aq më shumë ma kthen Jehovaj. Deri më sot, s'na kanë munguar kurrë gjërat e nevojshme. Si në shumë vende anë mban botës, edhe në Peru, vëllezërit e motra duhet të punojnë fort. Benjamini dhe Dorisi duhet t'i përdorin me mençuri të ardhurat, që të sigurojnë gjërat e nevojshme familjes. Duam t'u lëm fëmijëve një trashëgimi i besimit dhe përkushtimi ndaj Jehovait. Duam t'u tregoj me shembullin ton se s'ka më bukur se t'i shërbesh Jehovait. Na ka ndihmuar goxha video te siti. E kujtojmë shpesh videon e Abilios dhe Ulës. Edhe ata kishin 3 fëmijë. U transferuan diku tjetër dhe fëmijët u rritën të përqendruar te adhurimi i Jehovait. Tani, të 3 fëmijët po i shërbejnë Jehovait. Prandaj pyetëm veten, po ne, a mund të lëvizim në një vend ku ka më shumë nevojë? Duhet besim të shkosh drejt së panjohurës. Na ndihmoi shumë edhe një video për një familje nga Anglia që u transferua në Ekuador. Fillimisht ata vajtën për një muaj, prandaj menduam që edhe ne të shkonim për një udhtim të shkurtër. Një shtet tjetër do kishte qenë fantastike, madje super fare, por nuk i kishim mundësitë ekonomike të shkonim aq larg. Morën fëmijët dhe u nisëm për në një territor që kishte më shumë nevojë, në Calango. Ishte rreth 1 orë gjysmë larg nga këtu. Fëmijëve u pëlqyen shumë malet dhe natyra. Ishin shumë të entuziazmuar që ishin aty. Kam shumë qejf të shkoj në Calango, sa atje luaj dhe predikoj. Nuk transferoheshim dot në Calango. Kjo nga që është e vështirë të sigurosh jetesën atje. Zor se gjem punë.
Për këtë arsye vendosëm të shkonim në Kalango nga e premtja në të diel dhe ditët e tjera të punonim këtu në Pachacamac. E kemi ndjerë dorën e Jehovait, sepse ai na ka dhënë mundësi të punojmë këtu dhe fal parave që fitonim ato ditë, mund të shkonim te vëllezërit në Kalango në fundjavë. Na u desh të mësonim si të thjeshtonim jetën. Dhe për këtë na ndihmuan shumë videot në jw.org. Babi dhe mami bëjnë shumë përpjekje dhe kjo më tregon se duan fort Jehovajn. Ata besojnë plotësisht se Jehovaj është aty. Ai është babai dhe e dim se babai gjithmonë i ndihmon fëmijët. Ky lloj besimi i motivon për çdo gjë. Videot në jw.org na dhanë shtysën që kishim nevojë. Ishte fiks ajo që na duhej, që të vepronim dhe të shërbenim diku tjetër. Në mbarusin, vëllezërit kanë përballuar me sukses dekada përndjekjesh dhe ndalimi. Familja Budençuk është një ndër shumë familjet që po përballen ende sot me këto sfida. Ishte 12 qershor 2018, ora 5:30 e mëngjesit, kur burrat armatosur hyn me forcë në shtëpinë tonë. E shtrin për tokë tim shoq dhe e prangosën. Përfundimisht e la në paraburgim për 11 muaj. Ishte e frikshme vetëm ti imagjinoje gjëra të tilla. Ishte shumë e vështirë për të dhe ka qarë shumë. Më brente meraku për fëmijët, se si do t'i ndihmoja të mbanin të fortë marrëdhënien me Jehovajn dhe të ishin mirë fizikisht dhe emocionalisht. Lutja më qetësonte zemrën, sepse sigurisht më vinte të reagoja me gjaknxetësi ndaj gjithë padrejtësisë që po na bënin. Vëllezërit dhe motrat s'na lan për asnjë moment vetëm, ndërsa seancat gjyqësore vazhdonin. Na u bën krah dhe na dhan zemër. Në 19 shtator 2019, gjykata e dënoi tim shoq dhe e dërgoi në burg për 3 vite gjysmë. Në janar të 2020-s, na ra një hall tjetër. Në një të mëngjesit, shtëpia u bë shkrumbehi. Po rinim aty afër shtëpisë dhe djali, Igori, mendoi të bënim një lutje. Fjalët nuk i mbaj mend, por di që u ndjeva më e qetë. Pastaj filluan të vinin njëra pas tjetrës makina me vëllezër dhe motra. Kisha ngrirë, po dridhesha nga i ftohtit dhe ata më veshën si një fëmijë të vogël. Na sollën çaj të ngrohtë, ushqim dhe gjithë të mirat. Vetëm një muaj pasi na u doq shtëpia, mora vesh se burrin e kishin rrahur keqazi në burg. U bëra keq nga ky lajm, sepse nuk e dija si ishte apo çfarë të bëja që ta ndihmoja. Tanja i përballon sprovat si trimëresh. I lutesha Jehovait dhe nga njëherë tër natën. Ishte sikur Jehovaj po më jepte qetësues që të më pushonte dhembja. Im shoq Aleksej bën çmos të kujdeset për ne. Për shembull, kur ishte në paraburgim, skalonte dita pa na shkruar letra inkurajuese që i lexonim si familje. Familja ime është shtrenjtë. Mos harroni cilësitë që na duhen tani. Qëndrueshmërinë, guximin, qetësinë dhe më e rëndësishmja, besimin. Më pëlqen mendimi se pas dimrit vjen gjithmonë vera, pas natës zbardh dita dhe pas ditëve të errta patjetër do të shkëlqej dielli.
Gjatë gjithë këtyre sprovave, më ka forcuar të i masi një program i mirë adhurimi dhe leximi i Biblës. Gjithashtu, përgatitemi për mbledhje dhe dalim në shërbim. Në fillim kisha shumë frikë, por kjo situatë më ka ndihmuar të shoh dorën e Jehovait. Kuptova se edhe në rrethanat ku jam, prap mund t'i ndihmoj të tjerët. E dim se Jehovai s'na ka lënë vetëm për asnjë çast, dhe besojmë se do të vazhdoj të na gjendet pranë. Guximi dhe besimi i palëkundur që kanë treguar përballë sprovave provon se edhe ne mund të qëndrojmë besnik. Edhe ne mund t'ia gëzojmë zemrën e Jehovait dhe të vazhdojmë t'i shërbejmë pa u shkurajuar. Kemi mësuar t'i besojmë më shumë Jehovait dhe të mos na ka paniku përballë vështirësive. Këto situata më kanë bërë më të fortë. Më kanë ndihmuar të kapërcej shumë nga frikrat që kisha, e më kanë forcuar besimin dhe dëshirën për të ndihmuar të tjerët. Si që kemi parë, vëllezërit dhe motrat në mbar tokën po vazhdojnë të tregojnë besim të fortë. Si ja dalin? Studiojnë rregullisht fjalën e Perëndis. Kalojnë kohë duke medituar thellë dhe kërkojnë drejtimin e Perëndis në lutje. Për çfarë i ka ndihmuar kjo? Fal besimit, vëllezërit dhe motrat kanë marrë pjesë në projekte ndërtimi, kanë mësuar gjuhë të reja, kanë ndjekur shkolla teokratike, edhe pse të varfër, vazhdojnë të jenë bujarë, kanë shërbyer atje ku nevoja është më e madhe dhe kanë predikuar pavarësisht nga përndjekja. Dhe Jehovai e di se edhe ne mund të bëjmë po njësoj. Po, sa më shumë ta lejojmë besimin të na nxit të veprojmë, aq më i patundur do të bëhet ky besim. Na ngrohet zemra e nxitemi të imitojmë besimin e këtyre vëllezërve e motrave. Cilat janë disa mënyra si mund ta bëjmë këtë? Në simpoziumin vijues do të flasim për 5 mënyra si të shfaqim besim. Do të shohim edhe si të kapërcejmë sfidat që na pengojnë të bëjmë më shumë për Jehovain. Çdo orator do të prezantojë atë pasues. Vëllai David Schaefer, ndihmës i komitetit të mësimit, do të mbaj fjalimin e parë me temë Hyni me besim në derën që çon në aktivitet, mësoni një gjuhë të re. A shihet besimi? Ju lutem, hapni Biblën të Marku kapitulli 2 dhe shihni çfarë thot për këtë. Në këtë tregim Jezui po mëson një grup të madh me njerëz në një shtëpi në Kapernaum. Marku 2:2-5 thot: Prandaj u mblodhen aq shumë njerëz sa nuk kishte më vend, madje as afër derës. Atëherë ai filloi të predikonte lajmin e mirë. Disa njerëz sollën një të paralizuar që mbanin 4 burra, por me që nuk e qonin dot drejtet e Jezui për shkak të turmës, ata hoqën një pjesë të qatisë sipër vendit ku ndodhe Jezui. Pastaj hapën një të qarë në të dhe ulën në vigun ku ishte shtriri paralizuari. Kur pa besimin e tyre, Jezui i tha të paralizuarit: "Birë, mëkatet e tua janë falur." Pra po, besimi shihet. Duket nga veprimet që bëjmë, ashtu si shumë ligjet e natyrës dallohen nga efektet, edhe besimi dallohet nga veprat. Siç thot Jakovi 2:26, besimi pa vepra është i vdekur. Pyetja është, a e shohin të tjerët besimin tim? Çfarë veprash po më nxit që të bëj besimi? Le të hapim Biblën te 1 Korintasve, kapitulli 16. Një mënyrë si vepron besimi te ne është se na motivon të bëjmë më shumë në shërbim. Shikoni si e përshkroi Pavli te 1 Korintasve 16:9. Sepse më është hapur një derë e madhe për më shumë aktivitet, por ka shumë kundërshtar. Pavli i shfrytëzoi mirë këto mundësi për të treguar besimin. Cilën derë për aktivitet ka hapur Jehovai për ty? Në këtë simpozium do të shqyrtojmë 5 mënyra
me anë të cilave mund të japim më shumë Jehovait në shërbim dhe të bëjmë dishepuj. Këto mënyra janë të mësojmë një gjuhë të re, të transferohemi ku ka nevojë, të plotësojmë kërkesën për shkollën e ungjillëzuesve, të ndihmojmë në një projekt teokratik ndërtimi, ose të vëmë diçka me njan për veprën e Jehovait. Megjithatë, pse na duhet besim që t'i shfrytëzojmë këto mundësi dhe çfarë bekimesh marrim kur e bëjmë këtë? Së pari, pse duhet besim të mësosh një gjuhë të re me qëllimin për të bërë dishepuj? Le të hapim Biblën te Zakaria kapitulli 8. Pra, Zakaria kapitulli 8. Duhet besim të kuptojmë se ngjarjet e sotme po përmbushin profecitë e Biblës. Duhet besim për t'i kuptuar këto profeci që të veprojmë në përputhje me vullnetin e Perëndis. Zakaria 8:22 thot: Shumë njerëz dhe kombe të fuqishme do të vinë që të kërkojnë Jehovain e ushtrive në Jerusalem dhe që të përgjërohen për miratimin e Jehovait. Dhe vargu 23, kështu thot Jehovai i ushtrive: Ato ditë 10 burra nga të gjitha gjuhët e kombeve do të kapin, po do të kapin fort rrobën e një judeu, e do të thonë: Duam të vim me ju, sepse kemi dëgjuar që Perëndia është me ju. 10 burra. Janë njerëzit që kuptojnë se Jehovai i miraton vetëm nëse shoqërohen me ata që kanë miratimin e tij. Po judeu, kujt i referohet? Judeu, këtu, nuk janë ata që s'duan ta përdorin emrin e Jehovait ose e kanë hequr fare nga përkthimet e tyre të Biblës. Jo, u referohet atyre që adhurojnë Jehovain, i përdorin emrin të krishterëve të mirosur nga fryma, Izraeli i Perëndis, siç i quhen Galatasve 6:16. Dhe me që numri 10 përfaqëson të rësi toksore, 10 burrat përfaqësojnë të gjithë njerëzit besnik që kanë shpresë të jetojnë përgjithmonë në tokë. Vini re se ata nuk vinë vetëm nga të gjitha kombet, por nga të gjitha gjuhët e kombeve, që të mësojnë standardet e Jehovait. Por, si do ta dëgjojnë zërin e judeut në gjuhën e tyre? Ja pra, pikërisht kjo mund të jetë dera jote për aktivitet. Disa ngurojnë të mësojnë një gjuhë të re, ndoshta nga që mendojnë se nuk kanë kohë dhe energji për ta bërë këtë. Të tjerë besojnë se s'kan prirje, dhe vërtet duhet të llogarisim shpenzimet para se të marrim një vendim. Por kjo është çështje besimi. A nuk mundet Perëndia që aftësoi Bezalelin, që mbajti diellin pa lëvizur për Josiun, që i dha fuqi Samsonit, t'ju jap edhe ju aftësi, kohë dhe energji të ndihmoni ata që përgjërohen për miratimin e Jehovait? Mos harroni Mateun 17:20. Po të keni besim sa një kokër si napi, asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju. Dhe në përputhje me Filipianëve 2:13, fryma e shenjtë mund të na jap edhe dëshirën për t'u predikuar atyre që flasin një gjuhë tjetër. Apo të ndodh edhe ty kjo? Gjithashtu mos harroni se nëpërmjet organizatës, Jehovai i ndihmon ata që po mësojnë një gjuhë të re. Siti ynë ka botime, pjesë audio dhe video në më shumë gjuhë se çdo sit tjetër. Kemi edhe JW Language, si edhe kurset që organizon Zyra e Degës. Kur bëjmë sakrifica për t'i shërbyer Jehovait të motivuar nga besimi, ai na ndihmon të kemi sukses dhe na shpërblen me bekime. Për shembull, një çift në të 60-tat takonin shumë kinezë që pranonin ftesën për të ndjekur mbledhjet. Prandaj, vendosen të mësonin gjuhën dhe brenda 10 vjetësh studiuan Biblën me 112 kinezë. Dakord, po me kaq shumë gjuhë, nga ta dim cilën gjuhë duhet të mësojmë? Zakaria 8:22. Cilët po përgjërohen për miratimin e Jehovait, interesohu në çfarë fushë ka nevojë në vendin tënd, duke pyetur pleqt ose mbikëqyrësin. Në videon vijuese, vini re çfarë bëri një çift për të zgjeruar shërbimin.
Po pse u harxuat? Faleminderit. Po një gjë e vogël është. Tani që Gabrieli po transferohet ku ka më shumë nevojë, na duket sikur për ne është pak vonë për ta zgjeruar shërbimin. Pse mos ta fillojmë tani? Po na ikim vitet. Po, mund të flasim me mbikëqyrësin kur të ketë vizitën tjetër, por kam frikë se mos na thotë që të transferohemi te grupi i gjuhës rome. Kemi shumë nevojë në këtë fushë. Po ku na e pret ne për të mësuar një gjuhë të huaj? Por mbikëqyrësi na lexoi Zakarin 8:23 dhe fal këtij shkrimi kuptuam si mund të jepnim një dorë për të ndihmuar njerëz nga të gjitha gjuhët e kombeve të mësojnë për Jehovain. Në fillim na u duk tmerr. Por me ndihmën e Jehovait, avash sikur po ja merrnim dorën. Ue, e gjete. Ishte sfidë të mësonim gjuhën, por jo të donim motrat e vëllezërit e grupit. Shukar Sabahi. Shukar Sabahi? Ma naft tano Eliot. Dali Zhani Romani? O ja Gjanada, sare si ka marri qip? I zivjen... Momenti. Nuk kuptoje. Morate sune a kava, thu edhe njëra të që the? Shukar Sabahi? Mo anof tano Eliot. Ti verunava. Është ashtu su si kluveni që. Hajdi këmandrej. Hajde. Okej, faleminderit. Është e vërtet, nuk po rinohemi. Jap se jemi të kënaqur që shfrytëzuam mundësinë për ta zgjeruar shërbimin. E vut re si të reguan besim Eltoni dhe Klara dhe si u shpërblyen, folin me mbikëqyrësin qarkor, që u tregoi se në cilën gjuhë kishte nevojë për më shumë lajmtar. Pastaj u tregoi Zakarin 8:23. Çifti e lexoi shkrimin edhe më vonë. U lutën së bashku. Në fund, bën diçka që tregoi se kishin besim të fortë. U përpoqen shumë të mësonin gjuhën, pastaj me përullësi dhe guxim flistin më aq sa kishin mësuar në mbledhje dhe në shërbim. Dhe arritën të ndihmonin ata që përgjëroheshin për miratimin e Jehovait. Ja si duhet bërë. E shkollaj? Jo, por nëse kalojmë kohë dhe përpiqemi të mësojmë një gjuhë të huaj për t'i dhënë më shumë Jehovait, jemi të sigurt se ai do të na bekojë me një shërbim të frytshëm. Si tha një çift nga Britania, shërbimi në një gjuhë të huaj ka qenë një nga përvojat më emocionuese që kemi provuar në 40 vite shërbimi. Pse mësuan gjuhën? Sepse njerëzit që po e kërkojnë Jehovain kanë nevojë ta mësojnë vullnetin e tij në një gjuhë që e kuptojnë. Në një mbledhje në gjuhën vietnameze, një burr u ngrit në këmbë dhe tha me lot në sy: Faleminderit nga zemra që po përpiqeni të mësoni gjuhën time të vështirë. Jam i lumtur që po mësoj gjëra të mrekullueshme në moshën time. Pasi ndoqi një asamble qarkore në Shqip, në gjuhën e nënës, një burr në të 70-tat që jeton në New York tha: Kjo është dita më e bukur e jetës sime. Që atë ditë filloi të studionte Biblën me një pionier që kishte mësuar shqipen, dhe ca vjet më vonë u bë shërbëtor kongregacioni. Ja çfarë bekime zhvin kur tregojmë besim.
Besimi kuptohet nga mënyra si veprojmë. A ke kaq besim sa të hysh në këtë derë për aktivitet? Vëllai Samuel Hurd nga trupi udhëheqës do të mbajë pjesën tjetër të simpoziumit. Hyni me besim në derën që çon aktivitet, transferohuni aty ku ka më shumë nevojë. Edhe vetëm ideja që të transferohemi aty ku ka më shumë nevojë, mund të na frikësojë. Para se të lëvizim, nuk e dim me hollësi se si do të na shkojnë gjërat. Gjithsesi, Biblia na jep mençurinë e duhur që t'ja dalim banë në çdo vështirësi që mund të sjellë transferimi. Duhet të kemi besim në të. Besimi na motivon të shfrytëzojmë mundësitë për të zgjeruar shërbimin. Le të shohim Hebrejve 11:8 deri në 10. Kur ishte në të 70-tat, Abrahami tregoi besim të jashtëzakonshëm kur me gatishmëri la shtëpinë e rehatshme dhe vendin e tij për të shkuar në një vend që se njihte. Le të lexojmë Hebrejve 11:8 deri në 10. Me anë të besimit, Abrahami, kur e thirri Perëndia, u bind të shkonte në një vend që do ta merrte si trashëgimi. Ai shkoi edhe pse nuk e dinte ku po shkonte. Me anë të besimit, ai banoi në tokën e premtimit si i ardhur në dhe të huaj, duke jetuar në tenda me Isakun dhe Jakobin, bashkë trashëgimtar të njëjtit premtim si ai, sepse ai priste qytetin që ka themele të vërteta, të cilin e projektoi dhe e ndërtoi Perëndia. Ai se kishte haberin se ku do ta çonte Jehovai, por u nis i motivuar nga besimi. Ai e dinte se jeta e vërtet nuk ishte në vendin e urit, nuk ishte as në caktimin e ri, por ishte e ardhmja e mrekullueshme që do t'i jepte Jehovai. A hasën sfida në jetën e re Abrahami dhe Sara? Sigurisht që po. U ndodhën gjëra që s'ua kishte marrë mendja. Sidoqoftë, a ju gjend Jehovai? Ta zbulojmë te Zanafilla 20:3 deri në 7. Që të mos rrezikonte jetën, Abrahami i thërriste Sarës motër. Prandaj, mbreti i Gerarit mendoi se mund ta merrte Sarën për grua. Sa e vështirë duhet të ketë qenë për Abrahamin dhe Sarën. A i ndihmoi Jehovai? Le ta shohim te Zanafilla 20:3 deri në 7. Atëherë Perëndia ju shfaq Abimelekut natën në një ëndër dhe i tha: Ja tek të pret vdekja për shkak të gruas që ke marrë, sepse ajo është e martuar dhe gruaja e një burri tjetër. Megjithatë Abimeleku nuk ishte afruar asaj. Prandaj tha: Jehova, a do ta zgjesosh një komb që është vërtet i pafajshëm? A nuk më tha ai, është motra ime? Po ajo vetë, a nuk tha, është vëllai im? Këtë gjë e kam bërë me zemër të pastër dhe me duar të pafajshme. Pastaj Perëndia i vërtet ja ktheu në ëndër. E di që këtë gjë e bëre me zemër të pastër. Prandaj të ndalova që të mos më katoje kundër meje. Ja pse nuk të lejova ta prekje. Tani ktheja gruan atij burri, sepse është profet. Ai do të bëj përgjërime për ty dhe ti do të vazhdosh të jetosh. Por nëse nuk e kthen, ta dish se ke për të vdekur, ti dhe gjithë të tut. Jehovai do të jetë edhe me ne, nëse tregojmë besim dhe zgjerojmë shërbimin. Fal ti, do të kapërcejmë sfidat që do dalin dhe do të gëzojmë bekimet që sjell shërbimi. Edhe pse nuk i dim gjithë të papriturat që do të dalin, mund të tregojmë mençuri kur të zgjedhim vendin ku do shkojmë dhe të bëjmë përgatitjet e duhura. Ju kujtohet çfarë tha Jezui te Luka 14:28? Ai tha se kur dikush dëshiron të ndërtojë një kull, fillimisht duhet të llogaritë shpenzimet për të parë nëse ka mjaftueshëm për ta përfunduar. Sa këshill e mençur. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë nëse po mendojmë të transferohemi ku ka më shumë nevojë.
mund t'i shijojmë ca nga bekimet që sjell ky shërbim nëse marrim pjesë në fushata predikimi të organizuara nga zyra e degës ose predikojmë në territore që punojnë rrallë. A të lejojnë rrethanat të shërbesh ku ka më shumë nevojë? Nëse ke qef të shërbesh në një vend të huaj, interesohu mirë dhe fol edhe me pleqët e kongregacionit. Ata mund t'ja kalojnë letrën tënde zyrës së degës së vendit ku mendon të transferohesh. Po nëse nuk transferohesh dot në një shtet tjetër, çfarë alternative ke? Me anë të pleqëve, mund t'i shkruash zyrës së degës për të ditur se cilat kongregacione kanë më tepër nevojë. Mbikëqyrësi qarkor mund të sugjeroj disa kongregacione afër teje që kanë më shumë nevojë. Në videon vijuese, vini re se si e ka përceu frikën për të shërbyer atje ku ka më shumë nevojë një vëlla. Po të më thoshit para 2 vjetësh se do transferohesh aty ku kishte më shumë nevojë, do kisha qeshur me lot. Gjithçka filloi kur u dha njoftimi për një fushatë speciale predikimi. Shoku im Samueli më nxiti ta bënim bashkë kërkesën. Si thua? Po. Ja, shko. Më dëgjo mua, do kënaqesh. Prandaj ta solla kërkesën. Mezi po pres. Okej. E dija që mund të bëja më tepër, por kisha zënë rehat. Më pëlqente të jetoja siç doja vetë. Thellë kisha frikën e panjohura. Prandaj duhet të isha i sinqert me veten. Kur lexova për besimin e Abrahamit te Hebrejve 11:8, u preka shumë. Ai shkoi edhe pse nuk e dinte ku po shkonte. E kush tjetër mund të më drejtojë në jetën time më mirë se sa vetë Jehovaj? Po më jepe një mundësi, ndaj duhet ta shfrytëzoja dhe ajo eksperiencë më ndryshoi jetën. Hajde se do kënaqemi. Fushata ishte fantastike. Provova gjëra që si kisha provuar kurrë më parë. Shiko që do provoj Gabrieli tani. Se lo come. Dai. Hajde Gabriel, provoje. ¿Ves? Come. ¿Está bueno? Shumë e mirë. E shishme, ha? Nisa ta shija shërbimin me një sy tjetër. Doja të bëja më shumë. Llogarita shpenzimet dhe bashkë me plesht i shkrova zyrës së degës. Zyra më dha disa alternativa, prandaj u luta dhe bëra kërkime para se të vendosja ku të shkoja. Edhe pse kisha ende pikpyetje, isha shumë i emocionuar. Ishte e vështirë të ndaheshe nga miqt. Por mezi prisja të shihja se si do të më bekonte Jehovaj. A e vutëre se si tregoi besim dhe çfarë bekimesh mori? Vëllai i ri e pranoi se kishte zënë rehat. Një vëlla tjetër e ftoi që të shkonte me të në një fushatë speciale predikimi. Por Gabrieli kishte frikë të shkonte. Prandaj lexoi për Abrahamin. Në ç'përfundim doli, ai tha: "E kush tjetër mund të më drejtojë në jetë më mirë se sa vetë Jehovaj?" Kështu shkoi dhe u kënaq sa thuhet në fushatën speciale. Kjo ja gjallëroi zellin dhe pastaj, pa e bërë të gjatë, u transferua që të shërbente në një kongregacion ku kishte më shumë nevojë. Edhe pse mund të bëni shumë sakrifica,
e të përballeni me vështirësi të papritura, do të merrni shumë bekime dhe do të lidheni më ngushtë me Jehovajin. Mos u shqetëso tepër për ndonjë sakrificë të përkohshme që mund të bësh. Jehovaj e di mirë se çfarë të duhet dhe do të ta sigurojë fiks në kohë. Luka 12:31 nëncit. Vazhdoni të kërkoni në radhë të parë mbretërinë e Perëndisë dhe këto gjëra do t'ju shtohen. Beqar ose si familje, shërtojeni mundësinë për t'u transferuar aty ku ka më shumë nevojë. Vëllai Mark Numer, ndihmës i komitetit të mësimit, do të mbaj tani pjesën tjetër të këtij simpoziumi, hyni me besim në derën që çon në aktivitet, plotësoni kërkesën e shkollës për ungjillëzuesit e mbretërisë. Proverbat 10:22 thot: Bekimi i Jehovait të bën të pasur dhe ai nuk shton asnjë dhembje. Jehovai i bekon të gjithë ata që do, duke i miratuar dhe duke i dhënë drejtim. Kur plot besim hym në një derë për më shumë aktivitet në shërbim, po u hapim rrugën bekimeve të Jehovait. Një nga këto dyer është shkolla për ungjillëzuesit e mbretërisë. Cili është mendimi i parë që të erdhi menjëherë ndërmend? Ndoshta mendove shkollë e shkëlqyer për ata që kanë rrethana ideale për ta ndjekur, ose ku ka mosh për shkollën, apo jam akoma i ri për këtë, ose tashmë po shërben në një kongregacion ku ka më shumë nevojë. Ambase kush e di ku më çojmë pas shkollës dhe se dia e përballoj dot. Këto janë ndjenja më se normale. Megjithatë, nuk duhet i lejojmë këto ndjenja që të na pengojnë të marrim bekimet e bollshme të Jehovait. Le të shohim shembullin e Timoteut, i cili hyri në një derë për më shumë aktivitet dhe mori bekimet e pasura të Jehovait. Apostulli Pavel e ftoi Timoteun që të shërbente me të në një caktim të ri. Në pamje të parë, këta dy burra ishin shumë të ndryshëm. Imagjinoni pak, Pavli ishte burr në moshë e me goxha përvojë, ndërsa Timoteu mbase në fillim të 20-tave. Pavli fliste me guxim, predikonte pa u lodhur dhe nuk sprapse nga përndjekja. Nga ana tjetër, me sa duket, Timoteu ishte tip i ndrojtur, që nguronte dhe pa shumë besim te vetja. Cilat mendime mund ta pengonin Timoteun që të pranonte ftesën e apostullit Pavel? Le të hapim Biblën te 2 Timoteut kapitulli 3 dhe le të lexojmë vargjet 10 dhe 11 që ta zbulojmë. 2 Timoteut kapitulli 3 vargjet 10 dhe 11. Këto vargje Pavli i shkroi vite më vonë, por le të përqendrohemi te ajo që mësojmë. Vargu 10. Kurse ti ke ndjekur hap pas hapi mësimin tim, mënyrën time të tjetuarit, qëllimin tim, besimin tim, durimin tim, dashurinë time, qëndrueshmërinë time, për ndjekjet dhe vuajtjet e mia, si ato që hoqa, vinire, në Antioki, në Ikoni e në Listër. Dhe nga ishte Timoteu? Nga Listra. Ky i ri ka mundësi ta ketë parë që Pavli hoqi të zite ullirit në Listër kur kundërshtarët e rahan. E imagjinoni si mund të jetë ndjerë Timoteu kur Pavli e ftoi të shkonte me ta, mbase mund ketë nguruar tek shite shenjat në dorën e Pavlit, kur ky i tha, eja me mua. Timoteu mund të ketë menduar, po shkova nuk do t'jetë fush me lule, mos do heqë dhe unë të njëjtat vuajtje? Një gjë tjetër që mund ta ketë penguar Timoteun ishte se tashmë po bënte maksimumi në kongregacionin e sapo formuar të Listrës dhe vëllezërit flitnin mirë për ta. Tani Pavli po i kërkonte që të linte gjithçka, si familjen edhe shoqërinë. Timoteu mund të ketë arsyetuar, si mami dhe gjyshja kanë nevojë për mua. Ndoshta shkoj me Pavlin kur të fitoj dhe ca vite përvojë. Një tjetër pengesë për Timoteun
mund të ketë qenë fakti se nuk e dinte se në ç'vend do të shërbente. Listra ishte qyteze thjesht në një lugin të veçuar. Ai njihte njerëzit, vendin, ushqimin, gjuhën dhe mentalitetin. Po të pranonte ftesën e Pavlit, do të shkonte drejt së panjohurës. Duhet të ketë vrarë mendjen. A jam vërtet gati? Unë kam probleme me stomakun, madje po më fillon që tani, vetëm kur mendoj se do shkoj pas Pavlit. A ndihesh edhe ti si Timoteu? Me të drejtë, kishte disa pikpyetje para se të pranonte caktimin. Megjithatë, çfarë arriti të shihte me sytë e besimit? Le t'i lexojmë edhe një herë fjalët e Pavlit te 2 Timoteut vargu 11, këtë herë pjesën B. 2 Timoteut, kapitulli 3, vargu 11b. U bëra ball këtyre përndjekjeve, dhe vini re tani, e zotëria më çliroi nga të gjitha. Timoteu e pa me sytë e tij se si e shpëtoi dhe forcoi Jehovai Pavlin. Prandaj, Timoteu hyri me besim në derën që çon aktivitet dhe bashkëpunoi me Pavlin për shumë vite. Vetëm mendoni çfarë bekimesh mori nga që pranoi ftesën e Pavlit. E pa se si i përballoi Pavli stuhitë e jetës dhe se si e ruajti paqen mendore. Timoteu nuk pa vetëm vështirësitë dhe vuajtjet që kaloi Pavli, por edhe si i dha forcë gëzimi. Vuri re dhe se si e ndihmoi Jehovai në çdo hap. Me ndihmën e Jehovait, Timoteu mposhti natyrën disi të ndrojtur e ngurruese dhe zhvilloi plotësisht potencialin në të vërtetën si mbikëqyrës i zellshëm. Në videon vijuese, shihni cili arsyetim e ndihmoi Gabrielin të plotësonte kërkesën e shkollës për ungjillëzuesit e mbretërisë. Hey Gabriel, mbaroi turnin. Në kongres, u mbajt mbledhja e shkollës për ungjillëzuesit e mbretërisë. Antoni, shoku im, më pyeti nëse do ta ndiqja. Gabriel. Po, Anton. Do vish? Ku të vi? Te mbledhja e shumit. Jo. Do kisha qef. E diçke? Hajtë se po vi. Shumë mirë. Pastaj po mendoja. Shkova, por isha konfuz në fillim. Mendova, unë tashme kam një caktim që e dua shumë. Se kuptoja mirë, që privilegji jashtëzakonshëm është shkolla e shumit. Pyeta edhe mbikëqyrësin qarkor për disa dyshime që kisha. Pastaj mendova, po, duhet ta bëj. Më ngelet vetëm të plotësoj kërkesën online. Por kanë kaluar ca muaj. Qa po të pengon? Them se Jehovai do që të jem këtu. Se jam shumë i kënaqur. Por tani mu hap kjo derë tjetër dhe kam prap frikë. S'ka rëndësi sa kemi përparuar. E panjohura gjithmonë na frikson. Donjëherë duhet vetëm të kujtojmë se Jehovai na drejton aty ku duhet. Për shembull, kujto Filipianëve 4:13. Lexoje dhe mendo, sa ke bërë fal Jehovait. Për çdo gjë kam forcë, fal atij që më jep fuqi. Jehovai po më drejton. Po pse kisha kaq frikë? Sigur ka marrë shumë. E po, i thon 2 muaj. Ju të dy, një kokë keni, merrni gjithë shtëpinë me vete. Anton, po sikur t'ua lë juve këtë. Nga se ka marrë, është konsumuar një çik, por prapë është në gjendje shumë të mirë.
Vërtet? Po. Ku i dihet, mbase do ju në punë. E vutre, si tregoi besim Gabrieli, kishte frikë nga çfarë e priste. Por Filipianëve 4:13 e preku thellë, i dha zemër dhe e ndihmoi që të mbështetej te Jehovai dhe me besim të plotësonte kërkesën e shkollës për ungjillëzuesit e mbretërisë. Nëse vendos që të hysh në këtë derë për aktivitet, do të marrësh një stërvitje të veçantë që do të ndihmojë të bësh më shumë për Jehovain dhe organizatën. Mos harro, ky nuk është një hap që do ta hedhësh në tym, përkundrazi. Është një vendim i mirë menduar që pa pikë dyshimi sjell bekimin e Jehovait. A ke besim se Jehovai do të ndihmojë në çdo hap? Nëse po, si Timoteu, edhe ti do të provosh se bekimi i Jehovait të bën të pasur. Vëlla Robert Lucioni, ndihmës i komitetit të botimit, do të trajtoj tani pjesën tjetër të simpoziumit. Hyni me besim në derën që çon në aktivitet, ndihmoni në një projekt teokratik ndërtimi. A do të doje të ndihmoje në një projekt teokratik ndërtimi? Ndoshta ke parë raporte për ndërtimin dhe rinovimin e degëve, ose për nevojën që ka për salla mbretërie dhe zyra rajonale për kthimi. Dhe ndoshta ke dashur të japësh edhe ti një dorë. Ky është një synim i shkëlqyer. Siç kemi parë në këtë simpozium, duhet besim që të bëjmë më shumë për Jehovain. Po njësoj, edhe për një projekt teokratik ndërtimi, duhet besim. Pse kështu? Të paktën për 2 arsye. Së pari, mungesa e përvojës. Nga që s'kemi përvojë në fushën e ndërtimit, projektimit, inxhinierisë ose të pronave, mund të mendojmë se jemi të paaftë për të ndihmuar repartin vendas të projektit ndërtimit ose në ndonjë projekt tjetër. Dhe së dyti, ata që shërbejnë në këtë formë e dinë se në përgjithësi projektet janë të përkohshme. Prandaj kanë merak të shkëputen nga puna ose të lënë familjen për pak kohë. Nëse këto kanë qenë edhe meraqet e tua, padyshim shembulli i Nehemis do të ta forcojë besimin. Le të hapim Biblën te Nehemia kapitulli 1, vargjet 2 dhe 3. Nehemia 1, 2 dhe 3. Në atë kohë, erdhi Hanani, një nga vëllezërit e mi, bashkë me burra të tjerë nga Juda, dhe i pyeta për mbetjen e judemve që kishin shpëtuar nga robëria, si edhe për Jerusalemin. Ata më thanë, mbetja që është kthyer nga robëria në provincë është në gjendje të tmerrshme. E të poshtëruar, muret e Jerusalemit janë shembur, e portat e tij janë djegur nga zjarri. Nehemis i thanë se kishte një problem. Çdo të bënte, të thoshte, shpresoj të japi një dorë ata që ja thonë për këtë punë. Shihni kapitullin 2 vargu 5. Pastaj i thash mbretit, nëse mbreti e shet të udhës dhe nëse shërbëtori juaj gëzon pëlqimin tuaj, më dërgoni në Judë, në qytetin ku prehen paraardhësit e mi, që ta rindërtoj. Po, Nehemia u prek, donte të ndihmonte, kuptoi se mund të bënte diçka dhe plot besim mori iniciativën. Pra, padyshim, Nehemis ju desh besimi fort që ta hidhte këtë hap. Pse themi kështu? Po ja, çfarë detyre kishte Nehemia? Ai kishte vënë mbretin në krye të projekteve të ndërtimit, mos ishte krye arkitekt, krye inxhinier ose inxhinier urbanistike? Jo, përkundrazi, ishte kupmbajtësi i mbretit. Mund ta imagjinojmë tek thoshte, po unë s'kam pikë përvoje që të rindërtoj muret e Jerusalemit. S'di nga t'ja nis, më mirë ta bëj dikush tjetër. Jo, ai kuptoi nevojën, mund të ndihmonte dhe pastaj veproi. Nehemia nuk lejoi që mungesa e përvojës ta pengonte. Veproi me besim. Ç'të themi për pjesën se ishte caktimi i përkohshëm? Nehemia u tregua i gatshëm ta linte detyrën prestigjioze si kupmbajtësi i mbretit. Po ta mendojmë mirë, mund të ketë patur merak,
se do t'ja zinin vendin e punës. A do t'ja jepnin sërish atë pozicion prestigjioz kur të kthehej nga Jerusalemi? Nehemia kishte besim te dashuria besnike dhe te ndihma e Jehovait. Ja si e shpreu këtë te Nehemia kapitulli 1, vargu 5. Thash: O Jehova, Perëndi i qeve, Perëndi i madhërishëm dhe që të ngjan ndërim të thellë, që e respekton beslidhen dhe u tregon dashuri besnike atyre që të duan dhe i zbatojnë urdhërimet e tua. Ishte i sigurt se Jehovai do t'i tregonte dashuri besnike dhe do të kujdesej për të. Ç'të mira i solli besimi, edhe pse në fillim nuk njihej si ndërtues, fal Jehovait, Nehemia bëri gjëra madhështore. Ai luajti një rol të rëndësishëm në rindërtimin e mureve të Jerusalemit. Çfarë mësojmë? Se edhe ne duhet të kemi besim për të ndihmuar në një projekt teokratik ndërtimi. Pikë së pari, kemi nevojë për vëllezër e motra që kanë misi të ngushtë me Jehovain dhe janë të gatshëm për çdo punë. Dhe pastaj, aftësi teknike mësohen. Besimi i fortë do të na jap sigurinë se po të na ftojë në një projekt ndërtimi, Jehovai do të na ndihmojë të zhvillojmë aftësitë e nevojshme. Fal besimit, jemi të sigurt se Jehovai do të kujdeset për ne edhe pas saktimit. Në videon vijuese, vini re si mori guxim Sara të ndihmonte në një projekt teokratik ndërtimi. E zemër, erdhëm ne. Kur më thanë se më kishin ftuar për disa javë në një projekt të ri ndërtimi, fluturova nga gëzimi. Por shumë shpejt, ky gëzim u kthye në ankth, nga që duhet flisja me shefen. Ju luta Jehovait disa javë rresht që të kisha forcë të merra leje nga puna. Sara, hajde! Pra? Si fillim dua të them faleminderit që more pak. Fillova t'i shpjegoja për projektin e ndërtimit dhe se më kishin ftuar të shërbeja si vullnetare. Nëse do m'jepi leje. Do leje. Dhe kur? Tani që është kulmi i punës? Po, e di, por... Okej, ti e di, por mos kujto se do ta ruajmë vendin e punës. Ndaj mendoje mirë. Papritur, gjithë ky privilegj i bukur mu duk si punë me risk. Mos do ta ndërlikoja jetën po ta hidhja këtë hap. Lexova për njerëzit në ditët e Nehemis. Gatishmëria e tyre për të punuar tregoi se kishin shumë besim, dhe muret e Jerusalemit u ndërtuan fal njerëzve që punuan me gjithë zemër. Nuk doja të më ikte nga duart kjo mundësi për t'i shërbyer Jehovait. Kjo është letra e dorëheqjes. Kam besim se Jehovai do ta bekojë vendimin tim. Nuk e kam iden se çfarë do të ndodh kur të mbaroj caktimin, por di se Jehovai do të kujdeset për mua. Tani për tani, do të punoj me gjithë zemër në caktim. Si duhet e ndjerë Sara kur shkoj të takonte shefen, ose kur s'po dinte se çfarë të vendoste? Si i hoqi merakët që kishte, si që pam, shqyrtoi shembullin e Nehemis dhe të tjerëve. Kjo i dha guxim për të vepruar dhe si rrjedhoi shijoi shumë bekime. Shumë vëllezër e motra kanë bërë të njëjtën zgjedhje. Për shembull, një çift la si apartamentin edhe punën që të ndihmonin në një projekt.
Ata thanë se filloi t'i zinte ankthi, ndërsa afroi fundi I caktimit të tyre 6 mujor. Por kishin besim se Jehovaj do t'i ndihmonte, dhe ai I ndihmoi. Kur u kthyen, I telefonuan I shefit, dhe jo vetëm që I mori prap në punë, por me kushte më të mira. Pastaj, vetëm një javë pas ishin kthyer, arritën të gjenin edhe shtëpi. Në një rast tjetër, reparti I VPN-s ftoi një vëlla që të punonte për disa muaj në një projekt. Në atë kohë, ai punonte me orar të plot për një kompani të madhe. Puna I siguronte rrogë të mirë, makinë dhe shtëpi. Vëllai kërkoi leje për ca kohë, por nuk I dhanë. Gjithsesi, pranoi caktimin nga VPN-ja dhe sigurisht e humbi punën. Si do t'ja bënte kur të përfundonte caktimi? Arriti të gjente një punë part-time që të shërbente në kohë të plotë. Dhe tani është pionier, së bashku me gruan janë pionier të rregullt dhe ai shërben si vullnetar I jashtëm në një projekt ndërtimi. Për voja të ngjashme kemi sa të duash. Jehovaj para tha se në ditët e fundit një shumicë e madhe do ta adhuronte në mënyrën e duhur. Dhe nga që kjo profeci po përmbushet, ka nevojë urgjente për salla mbretërie, salla asamblesh, zyra degësh dhe ZRP. E kuptojmë se tani për shkak të pandemisë I kemi kufizuar disi projektet e ndërtimit. Megjithatë, punë kemi sa të duash, tani dhe në të ardhmen. Prandaj, nëse shëndeti dhe rrethanat ta lejojnë, tregohu I gatshëm. Mund të plotësosh kërkesën A19 dhe DC 50. Pleqt mund të ndihmojnë t'i hapësh nëpërmjet sitit jw.org. Prandaj, nëse ke synim të ndihmosh në një projekt teokratik ndërtimi, të jesh I sigurt se edhe ti do të marrësh forcë fal besimit. Hidhe hapin dhe do të provosh mbështetjen e Jehovait dhe bekimet e tij të panumërta. Tani, vëllai Gaius Glockentin, ndihmës I Komitetit të Botimit, do të mbaj pjesën e fundit të këtij simpoziumi. Hyni me besim në derën që çon në aktivitet, vini diçka më njanë për veprën e Jehovait. Nuk ka organizat në botë që të krahasohet me organizatën e Jehovait. Gjithçka që ajo na siguron është falas. Por Jehovaj na fton t'i japim diçka atij, ose të bëjmë kontribute materiale sipas mundësisë që kemi. Por pse kontributet janë çështje besimi? Mund të ngurojmë t'i japim kontribute sepse 1. Mendojmë se po të dhurojmë, nuk do të kemi mjaft për gjërat e nevojshme. Ky merak është më së I kuptueshëm. Jeta është e paparashikueshme dhe nuk e dim se çfarë do të na ndodh nesër dhe çfarë gjërash mund të na mungojnë. Ose ndoshta ngurojmë sepse 2. Mund të mendojmë se aq pak sa mund të hedhim është e papërfillshme fare. Mbase nga që jetojmë në një vend të varfër, kemi pak të ardhura. Ose për shkak të rrethanave të tjera, mezi e shtym muajin. Pra, e kuptojmë se kontributet lidhen vërtet me besimin te Jehovaj. Dashuria për Jehovajin dhe misia që kemi me të duhet të ndikojnë te veprimet tona. Dhe kjo kërkon besim. Prandaj, le të shikojmë shkurtimisht 2 gjërat që tham se ndikojnë te bujaria jon dhe si na ndihmon besimi. E para ishte pasiguria që ndjejmë për të nesërmen. Hapim Biblën te 1 Korintasve, kapitulli 16. Në këtë shkrim, ku mbështetet fjalimi, Pavli tregoi cili parim duhet të na drejtojë për kontributet. 1 Korintasve 16, vargu 2. Ditën e parë të çdo jave, secili të vërë diçka më njanë sipas mundësisë, që kontributet të mos mlidhen kur të vi unë. Pra Pavli nxiti bashkëbesimtarët t'i planifikonin që më parë kontributet. Me fjalë të tjera, të mendonin për rrethanat e tyre dhe të përcaktonin një kontribut mujor. Pavli ishte I bindur se kjo nuk do të ndikonte te gjërat e nevojshme.
e kishte provuar vetë dorën e Jehovait. E dinte se do kujdesej edhe për ta. Me bujarinë e tyre, I jepnin arsye Jehovait të tregojë bujar me ta. Prandaj, pse planifikimi I kontributeve është çështje besimi? Sepse kështu e vëm Jehovai në provë në kuptimin e mirë. Patjetër që duam ta shohim me sytë tanë se si bëhet Jehovai mbrojtësi dhe shpërblyesi ynë, kur ne vëm në radhë të parë gjërat e duhura. Të dashur vëllezër dhe motra, ju po e tregoni këtë besim. Shumë prej jush vini rregullisht diçka mënjan që ta hidhin në kutinë e kontributeve. Të tjerë, pasi llogaritin shpenzimet mujore, dhurojnë online një shumë të caktuar. Edhe nëse rrethanat nuk të lejojnë të kontribuosh si më përpara, prap e gjen mënyrën për t'i dhënë diçka Jehovait. Jehovai ka premtuar se do kujdeset për ne. A e besojmë vërtet këtë? Nëse po, besimi do na nxit të jemi bujar. Të flasim për gjën e dytë që mund të na pengojë të japim bujarisht. Për shkak të rrethanave, mund të mendojmë se ajo që hedhim ne është kaq pak sa s'ka pesh. A e keni ende hapur te 1 Korintasve 16:2? Çfarë thuaj aty? Le ta lexojmë edhe një herë. 1 Korintasve 16:2. Ditën e parë të çdo jave, secili të vër diçka mënjan, sipas mundësisë. E vu të re që Pavli nuk foli për një shumë të caktuar. Më vonë, përmendi të krishterët në Maqedoni, që ishin jashtë masë të varfër, ama u përgjëruan që të jepnin kontribute. Ishin të lumtur të jepnin edhe për te mundësive, sepse po ja jepnin Jehovait. Nga që ishin të varfër, e dinin se nuk mund të jepnin shumë. Megjithatë e kuptuan se bërja e kontributeve është pjesë e adhurimit. Shumë për ju vëllezër e motra jeni si ata në Maqedoni. Keni shumë pak, ama tregoni besim duke kontribuar bujarisht, me aq sa keni mundësi. Pavarësisht sa I vogël është kontributi, po imitoni Jehovain, Perëndin ton bujar. Po përjetoni atë që përshkroi një motër. Ajo shkroi: gjatë tërë këtyre viteve, s'kam pasur mundësi të bëj kontribute të mëdha në sallën e mbretërisë. Dhe vazhdonte: Perëndia Jehova më ka dhënë në këmbim shumë më tepër se sa I kam dhënë unë. Edhe fëmijët e vegjël mund të mësojnë të vënë diçka mënjan dhe t'ja japin Jehovait. Në Warwick, her pas here na vijnë letra nga fëmijë që duan t'i japin Jehovait. Në to thonë se e vlerësojnë jashtë mase atë që po bën organizata, sidomos videot. Kjo na prek në zemër dhe mund ta imagjinojmë sa I kënaqur duhet jetë Jehovai. Jehovai na do kur I japim më të mirën. Ai çmon edhe kontributet e vogla. Sa do pak t'i japim ka vlerë në sytë e Jehovait. Shikon sa besim kemi. Në videon vijuese, shihni çfarë nxit një çift të jetë më bujar. Kur në veri të vendit ndodhi një katastrofë, dolëm me një herë vullnetar për të ndihmuar. Na pikoi në zemër teksa shihnim vëllezërit që vuanin. Por ajo që na preku më shumë ishte bujaria që treguan motrat dhe vëllezërit. Ishin si maqedonasit, nuk ishin shumë, por kontribuan bujarisht me gjithë zemër.
Kur u kthyem në shtëpi, me Adelinën vendosëm të imitonim bujarinë e tyre. Nga mirënjohja për organizatën, shqyrtuam edhe njëherë kontributet që bënim për veprën barbotërore. Mendoj për këtë shumë. Si thua? Po. Bëjmë një lutje tani. Kërkua mënyra se si të tregonin bujari ndaj bashkëbesimtarëve. Kuptuam se mund të jepnim më shumë, prandaj nuk u kursyem. Pastaj, në kongregacion, u njoftua një fushat speciale predikimi. Ti bëjmë edhe ca ndryshime për hir të shërbimit? Sa mirë do ishte. Dhe vepruam tamam kështu, sepse e kishim në dorë ta bënim. Mos ka marrë si shumë? Jo, pa merak. A e vu të re që rol luajti besimin në bujarinë e këtij çifti? Për shembull, kishin besim se Jehovaj do të kujdesej për ta në çdo rrethan. Prandaj, u ulën dhe panë nëse mund të ishin më bujar. U lutën dhe vendosën sa do t'i jepnin. Dhe në përputhje me temën që po shqyrtojmë, vun diçka më njanë. Veç kësaj, ndan me të tjerët gjërat që kishin, ushqime dhe një vakt të shishëm. E kuptuan zbekim është i Jehovaj të kujdeset për të tjerët nëpërmjet nesh. Vëllezër e motra, jetojmë në kohë historike dhe kemi mundësi ta tregojmë besimin ton në mënyra që s'do përsëriten kurrë. Apostulli Pavel e krahasoi këtë me një derë për më shumë aktivitet. Po ty personalisht, a të është hapur një derë për të mësuar një gjuhë të re? Ose duket se kjo derë po të fton të transferohesh aty ku ka më shumë nevojë? Ose ky simpozium të kujtoj se të është hapur dera për të ndjekur shkollën për ungjillëzuesit e mbretërisë? Ose mbase të çojë drejt derës për të marrë pjesë në një projekt teokratik ndërtimi? Dhe pjesa e fundit na rikujtoi të gjithëve sa privilegj i bukur është të mbështetim mbretërinë me anë të kontributeve, edhe të vogla. A të është hapur ndonjëra nga këto dyer për ta zgjeruar shërbimin? Mos u shkurajo nëse akoma nguron pak, është normale. Por të lutem, mos e zvarrit kot pa ndonjë arsye të vlefshme. Mos mendo se ka kohë dhe pret puna, sepse asnjëri nuk e di që rezervon e nesërmja. Me fjalë të tjera, dera për më shumë aktivitet që të është hapur sot, nesër mund të mbyllet. Prandaj trego guxim dhe hyr me besim në derën që çon në aktivitet. Dhe si shumë vëllezër e motra që e kanë bërë këtë hap në të shkuarën, nuk do të pendohesh për asgjë. Le të tregojmë të gjithë se kemi besim duke bërë maksimumin për mikun dhe Perëndin ton Jehovajin. Kështu do të gëzojmë një jetë të pasur tani dhe bekime të pafundme në të ardhmen. Faleminderit vëllezër për këto udhëzime se si mund të bëjmë më shumë për Jehovajin. Le të këndojmë këngën 84 që shpreh dëshirën tonë për të bërë më të mirën në shërbim të Jehovajit. Titullohet Për herë i gatshëm.
Pra, kënga numër 84.